Ish kryeministri Sali Berisha reagoi menjëherë pas nisjes së procesit të numërimit të votave, duke akuzuar qeverinë se ka përdorur asetet shtetërore për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Ai cilësoi këtë një shkelje të hapur të standardeve demokratike. Për zgjedhjet janë shkelur në mënyrën më të pamëshirë, për vështirash, xhabaftat, pojat, suelçela e tjerë të cilët nuk ka asgjë këtu të fshehtë. Në një thirrje drejtuar strukturave të Partisë Demokratike, Berisha kërkoi përkushtim maksimal nga Komisioni i Rrëdhëvozhguesit për të garantuar që çdo vot të numërohet dhe të respektohet. Vetëm ai që është sipër mund të ndalojë Partinë Demokratike pa bërë gjithçka për të mbrojtur votin e shqiptarëve. Ky komb do votojë i lirë. Ju them unë ju. Forcë në botë nuk do ketë të pengojë shqiptarët votojnë të lirë. Berisha paralajmëroi se opozita nuk do të mbyllë syt para shkeljeve. Ai u bëri thirrje strukturave të Partisë Demokratike të mbrojnë votën. Dhuratën kryeministrore 100 euro për vot nuk është përgjegjësi e opozitës kjo. Nëse kryeministri firmos mbjelljen e 10.000 hektarëve kanabis për vot, kjo s'është përgjegjësi e opozitës. Nëse kryeministri firmos faljen e 150 milion gjobave 2 ditë para zgjedhjeve, kjo nuk është përgjegjësi e opozitës. Cila është, thoni ju, këtu përgjegjësia e opozitës? Çfarë mendoni ju se mundet opozita tjetë shëmbyll ndaj këtyre? Pa mundur, asnjëri. Asnjëri i qytetëror nuk mund të mbyll syt para këtyre. Por këto që janë të donjora, se nuk janë të palora, as nga këto. Këto pavarësisht çdo vot duhet numërohet. Ky është qëndrimi ynë. Berisha mbylli fjalën duke nënvizuar se për demokratët betejë për mbrojtjen e votës mbetet parsorë dhe e panegociueshme.